Dëshmia sociale ose prova e popularitetit i referohet asaj prirjes që kanë njerëzit për të vepruar në një situatë duke vëzhguar të tjerët se çfarë po bëjnë. Ky parim thotë se veçanërisht kur njerëzit ndihen të pasigurt, shohin të tjerët për rreth për të ulur pasigurinë e tyre për të kuptuar se si duhet veprojnë. Në një kohë si kjo e sotmja, me kaq shumë informacion, sfida, mundësi, zgjedhje, pasiguria është kthyer në një shenjë dalluese e ekzistencës tonë moderne. Prandaj prova e popularitetit mund të ofrohet të tjerëve në mënyrë të ndershme për të ulur pasigurinë. Prova e popularitetit. Dhe më që këto teknologjit për mbledhjen e informacionit po ecin me ritme aq të shpejta, dëshmia sociale, pra prova e popularitetit, do të bëhet akoma më e rëndësishme si mënyrë për të dëshifruar botën që na rrethon. Ekziston një studim klasik i quajtur studimi Ash, ku studiuesit I bënin pjesëmarrësit të uleshin përreth një tavoline dhe të zgjidhnin cila prej 3 vijave e vizatuar në të ishte më e gjata. Tavolin, via, A, B, C. Situata ishte manipuluar në një mënyrë të tillë që 5 personat e parë të ulur rreth tavolinës ishin të gjithë bashkëpunëtor të eksperimentuesit dhe ishin vënë aty enkas që të jepnin përgjigjen e gabuar. Të thonin se via A është më e gjatë se via B. Më pas, kur vinte radha e personit të 6 për të ulur në tavolinë, I cili ishte pjesëmarrësi I vërtet në eksperiment, I patrukuar, dhe pyetej cila prej vijave është më e gjata pasi kishte dëgjuar 5 të parët, u gjet se shumë prej këtyre personave të 6 I jepnin përgjigjen e gabuar duke dashur që të ishin në përputhje me shumicën. Më vonë, studiuesit e përsëritën këtë eksperiment, këtë herë pjesëmarrësve kishin lidhur një pajisje që të matnin nivelin e aktivitetit cerebral në tru dhe zbuluan një aktivitet të fortë në 2 zona të trurit gjatë eksperimentit. Njëra ishte zona që lidhej me hutimin, gjë që ka kuptim se njeriu hutohet, por më interesante ishte zona e lidhur me dhimbjen fizike. Të qenit kundër ndaj shumicës nuk prodhonte vetëm një shqetësim psikologjik hutimi, por ishte e krahasueshme me dhimbjen e dhunës fizike. Kjo na ndihmon të kuptojmë pse është kaq e vështirë për njerëzit që të dalin kundër turmës, të dalin kundër grupit apo kundër nën-kulturës tyre. Pra njerëzit është prirja e natyrës njerëzore, pra që I intereson më shumë të ruajë marrëdhënien me shumicën se sa marrëdhënien me të vërtetën. Njerëzve nuk u intereson e vërteta objektive, faktike, por u intereson e vërteta e grupit e shumicës. Një shembull I fuqishëm së provës së popularitetit gjendet nga Colin Scott, një nga menaxhuesit më të famshme të fushatave reklamuese. Në një rast ajo ndryshoi thirrjen standarde që dëgjojmë në fund të çdo reklame dhe ajo e bëri që mesazhi të ishte ndryshe. Pra, në fillim në fund të reklamës thuhej që operatorët janë në pritje, ju lutem telefononi. Pastaj ajo këtë mesazh ndryshoi dhe e bëri të tillë. Nëse operatorët janë të zënë, ju lutem telefononi përsëri. Tani ju mund mendoni se kjo është shumë e çuditshme, të thuash njerëzve që do të hasin vonesa kur duan të blejnë një produkt. Në kundërshtim me kjo është në kundërshtim me çdo lloj logjike të marketingut. Ndoshta është në kundërshtim, por është në përputhje të plotë me provën e popularitetit dhe me logjikën psikologjike të saj. Mendoni për imazhin që krijon në kokë një klient potencial përpara se të telefonojnë kur dëgjon se operatorët janë në pritje. Duket sikur operatorët s'kan punë tjetër për të bërë, janë duke rrafshuar thonjtë dhe po presin telefonata. Tani krahasojeni me imazhin që krijon në kokë një klient potencial përpara se të telefonojë kur dëgjon frazën nëse operatorët janë të zënë, ju lutem telefononi përsëri. Kjo tregon se shumë njerëz të tjerë si ju janë duke telefonuar ndërkohë dhe ky është thelbi I provës së popularitetit.
Rezultati i këtij ndryshimi në reklamim, numri i telefonatave u rrit në një nivel që i habiti të gjithë ata që punonin me reklamën. Kjo është forca e këtij parimi pra. Ju i keni parë se si bankat në ditët e sotme përdorin këtë princip të ndikimit social. Kur janë 5 sportele shërbimi në bank dhe vetëm 1 apo 2 prej tyre janë efektiv që realisht u japin shërbim njerëzve. Në shumë raste departamenti i marketingut të bankës e bën këtë lëvizje qëllimisht për të krijuar radhë fiktive në bank, për të krijuar përshtypjen se ka fluks të madh, ka qarkullim të madh në atë bank. Ndryshe do të ishte sigurt të gjitha sportelet të ishin në punë dhe ti të mos prisje asnjëherë, ndoshta të ndodhej vetëm të gjendesh vetëm ti në atë bank, sa herë krijohesh për kërkoje shërbim dhe do pyesje veten nëse ka njëri tjetër që shkon te kjo bank apo vetëm ti, nëse do e gjeje gjithmonë bosh të gatshëm për shërbyer. Pra prova e popularitetit aktivizohet përmes dëshmive të njerëzve të tjerë në të njëjtën situatë me ty. Këto dëshmi mund gjenden në statistika, në sondazhe, në pyetësor, në vlerësime të produkteve, me yje që i shihni kudo në internet dhe me komente, reviews në Amazon, Google apo faqe tjera tregtare. Mendoni pak për gjitha ato herë që keni hyrë në YouTube për të parë reviews të produkteve, për të parë çfarë përshtypjesh kanë lënë të tjerët përpara se të merrni një vendim. Ju pra në atë moment po mbështeteshit tek prova e popularitetit. Tani që e kemi përkufizuar provën e popularitetit si prirja për të ndjekur se si po veprojnë të tjerët në një situatë të caktuar dhe kemi kuptuar se ky parim aktivizohet tek njerëzit kur ata ekspozohen ndaj provave dhe dëshmive që sjellin të tjerët në lidhje me atë gjë, atëherë është koha që të rendisim disa prej përforcuesve të provës së popularitetit. Si rregull, prova e popularitetit është më efektive kur ata që e marrin informacionin e perceptojnë se vjen nga shumë njerëz të tjerë dhe sa më shumë aq më mirë pra. Sa më shumë dëshmi të ketë për një produkt që është i mirë, aq më shumë ne jemi të prirur ta marrim atë produkt. Pra kemi shumë mësi. Përforcuesi i dytë është ngjashmëria. Sa më të ngjashëm të jenë njerëzit që po e preferojnë atë produkt, atëherë aq më shumë ne duam që ta marrim atë produkt, sepse ata janë si ne dhe po zgjedhin si ne dhe janë të shumt. Dhe e treta është pasiguria. Do më thënë ne duhet të gjendemi në një situatë pasigurie për të marrë një vendim që ne të kërkojmë se çfarë, të shohim se çfarë po bëjnë të tjerët. Kjo e fundit pra, pasiguria shtyn njeriu që të kërkojë mënyra të ndryshme për të ulur dyshimet. Fuqinë pra që ata të ngjashmit të shumt me ne kanë për të na bërë ne të marrim vendim në një situatë të tillë mund të ilustrohet akoma më mirë nga një eksperiment që u krye nga kolegu i profesor Cialdinit, Steve J. Martin. Ati u kërkua nga qeveria e mbretërisë britanike për të ndihmuar në uljen e numrit të qytetarëve që nuk paguanin taksat në kohë. Tradicionalisht, zyra e tatimeve mbretërore u dërgonte bizneseve një letër kërcënuese për të paguar taksat në kohë, që përshkruante pasoja të pakëndshme për vonesat në pagesa. Kjo letër standarde prodhonte rreth 67% bindje të njerëzve. Steve, bashkë me studiuesit e tjerë të qeverisë britanike, shtuan vetëm një fjali të kjo letër që u shkonte gjitha bizneseve. Një fjali që aktivizonte parimin e provës së popularitetit, duke shkruar saktësisht në fund të letrës se shumica e dërmuese e qytetarëve britanik i paguajnë taksat në kohë. Ky ndryshim i vogël i fjalëve në letër solli një rritje nga 67 në 72% bindje. Vlen të theksohet se kjo fjali përdori përforcuesin e të shumtëve pra, shumësisë, edhe shumë të tjerë po bëjnë ashtu. Por studiuesit shkuan edhe më tej, duke testuar 2 versione të reja të letrës, duke përdorur 2 përforcues të tjerë të provës së popularitetit. Në versionin e parë, fjalia ndryshohej në shumica e taksapaguesve në rajonin tuaj në Mbretërinë e Bashkuar i paguajnë taksat në kohë. Pra u përdor ngjashmëria që e rriti përputhshmërinë deri në 79%. Në një version tjetër të letrës, ngjashmëria u thellua më tej, ku shkruhej shumica e dërmuese e taksapaguesve në qytetin tuaj i paguajnë taksat në kohë, dhe kjo sjolli një përputhje prej 83%.
një rezultat dramatik. Këto ndryshime të vogla në letër janë bërë të famshme në zyrën mbretërore të tatimeve sepse kanë gjeneruar kaq shumë të ardhura. Në fakt, sot kjo letër ka një emër dhe njihet me emrin letra e 5 miliard poundëve, sepse ka sjell kaq shumë të ardhura shtesë në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar. E gjitha kjo pra fal njohjes së thellë të mënyrës se si maksimalizohet forca e provës së popularitetit. Janë pra këto ndryshimet e vogla, thjesht një fjali në fund të rreshtit që japin kontribute kaq të mëdha, efekte kaq të mëdha psikologjike. Një gjë është ti thuash pra një biznesi, ti çosh një letër një biznesi në kombinat duke i thënë se shumica e bizneseve të tjera në Bashkinë e Tiranës i paguajnë taksat në afat, dhe një gjë tjetër është ti çosh një letër një biznesi në kombinat dhe ti thuash se shumica e bizneseve të tjera në kombinat i paguajnë taksat në kohë. Sa herë që ndodh që jam duke prezantuar këtë princip, që quhet social proof ndryshe, nuk është rrallë që një nga pjesëmarrësit në audiencë ngre dorën dhe më thotë, po çfarë të bëj unë nëse kam një biznes që unë nuk kam një provë populariteti për të treguar në biznesin tim. Pra unë nëse unë kam një startup që është krejt i panjohur, është një produkt i ri apo kam hedhur në treg, s'kam asgjë domethënë se provë populariteti, si mund ta përdor unë këtë princip? Çfarë mund të bëj unë në këtë rast? Përgjigja ime është gjithmonë kjo. Në asnjë mënyrë nuk duhet të gënjeni për mungesën e provës së popularitetit. Në vend të kësaj përdorni ndonjë nga parimet e tjera që folëm, apo ato të tjera për cilat do të flasim në vijim, siç janë autoriteti apo mungesa, rrallësia, që mund të jetë një opsion shumë i mirë, të cilat do t'i shohim në vijim. Por kemi edhe një opsion tjetër në dorë për të përdorur. Në vend që të mbështetemi vetëm tek prova e popularitetit, domethënë populariteti ekzistues, i sjelljes së të tjerëve në biznesin ton, një bindës i mirë mund të arrijë po aq rezultate nëse përdor provën e ardhshme të popularitetit. Ndryshe e quajtur future social proof. Kur njerëzit vërejnë pra një trend, ata presin që ai trend të vazhdojë. Pra, nëse nuk keni një provë populariteti në biznesin tuaj, ju mund të keni një provë trendi rritës që po krijohet. Ju mund të tregoni se keni një rritje me kalimin e kohës të numrat të shifrat tuaja dhe siguroheni që kjo të jetë një pjesë qendrore e mesazhit tuaj drejtuar publikut, sepse audienca juaj dëshiron që ta shohë atë si një tregues i popularitetit të ardhshëm. S'ka problem se s'ke popularitet tani. Rëndësishme është që ti je në trend rritës dhe po krijon për popularitet në të ardhmen. Për ta përmbledhur analizën tonë në lidhje me këtë provë të popularitetit, dëshmisë sociale, dëshmisë së famës, quajeni si doni, le të shqyrtojmë disa nga gjërat kyçe që ekspertët e bindjes i bëjnë për ta maksimalizuar fuqinë e saj. Së pari ata vërejnë çdo rrethanë në cilën personat duan të ndikojnë dhe ndihen të pasigurt për mënyrën se si është më mirë të vendosin, si në kohë të teknologjive të reja, ndryshimeve ekonomike apo thjesht nga mbi ngarkesa e informacionit. Më pas ata pyesin veten, ekspertët pyesin veten gjithmonë nëse kanë bërë përpjekje të duhura për të mbledhur prova që tregojnë se shumë të ngjashëm me klientët ekzistues apo potencial po veprojnë në biznesin tuaj, apo kanë vepruar, apo po ecin në të njëjtin drejtim. Nëse përgjigja është po dhe ata kanë mbledhur prova të forta të dëshmisë sociale që lidhen me veprimtarinë e tyre, si dëshmi nga përdoruesit, video dëshmi, video reviews apo statistika, trende apo çfarëdo, atëherë sigurohen që këta faktor të jenë pjesë integrale e mesazhit dhe marketingut të tyre.